E ftuar në një studio televizive, influenceria e njohur Sara Hoxha u ndalte ndarja e saj shumë e përfolur me artistin Ledri Vula. Sara u ndalte momenti kur I shpjegoi vajzës së saj se lidhja mes dy prindërve kishte përfunduar duke thënë: "Vështirësi ka patur, por unë zgjodha të isha e sinqert. Këtë ma sugjeroi edhe një psikologe fëmijësh, që të jem e sinqert dhe të mos jap shpresë aty ku nuk ka më. Jo më pak vuajtje, por ishte më e shkurtër. Fëmijëve s'ke pse jep shumë gjëra, ata e kuptojnë. Ishte më e rëndësishme që unë të jepja një perspektivë. Nuk mbaron këtu, ne prap jemi aty, do jemi këtu për ty. Je dhurata më e bukur për ne, je me fat, do kesh dy ditëlindje. U mundova të jepja një perspektivë, jo idealja, por shumë e bukur dhe ndoshta më e lumtura. Jam në një kapitull të ri, sikur kam rigjetur veten. Jam më e fortë, di kush jam, e di çfarë dua. Nuk kam ndryshuar si person. Jam akoma unë që jam më e dashur se ç'duhet. Më ndodhen disa gjëra njëkohësisht që ma ndryshuan këtë kapitull. Më pas ajo pyet edhe për lajmin që qarkullon nëpër portale rreth një lidhje të mundshme mes Ledrit dhe Xhensila Myrtëzajt, duke thënë se I uron vetëm lumturish partnerit të saj. Lidhje mes Xhensilës dhe Ledrit? I kam lexuar dhe unë nëpër media. Unë dhe Ledri kemi një marrëdhënie shumë prindërore, kujdesemi shumë për pojën, gjithsecili ka jetën e vet. Mua nuk më takon të mohoj dhe të pohoj lajmet që dalin nëpër portale. E di që kemi të drejtë të dy të jemi të lumtur. Unë këtë dua për Ledrin, që gjithmonë do e dua, sepse është babai I pojit, u shpreh Sara. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.